Avokati i popullit Naser Ziberi ka drejtuar kritika të ashpra në adresë të gjykatës kushtetuese për prolongimin, respektivisht ndërprerjen e balancuesit, po edhe tentimin e së njëjtës për kontestimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Këto kritika Ziberi i bëri në momentin kur zbuloi raportin vjetor për punën e institucioneve dhe të drejtën e qytetarëve, ku mes tjerash njoftoi se në vitin 2024 ka pasur shkelje të theksuara nga institucionet. Avokati i popullit tha se ka vepruar sipas 3148 parashtresave, prej të cilëve institucioni që Ziberi drejton ka pranuar 2705 parashtresa, ndërsa 443 lëndë janë bartur nga viti i kaluar. Sipas avokatit të popullit, nga momenti i prolongimit të balancuesit, institucionet nuk kanë respektuar parimin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pasi qeveria duhet në afat sa më të shpejt të sjellë ligjin e shumë përfolur për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Informacionet tona flasin se veç ka më devijime nga ky përcaktim, ku nuk respektohet kjo e drejtë dhe prandaj apeloj deri te qeveria, deri te parlamenti, që sa më shpejt të tejkalohet kjo shprastim juridike, të sillet ligji aq i proklamuar për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe me këtë të pamundsohet procesi i deformimit të implementimit të përcaktimit kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Informacionet vinë nga gati të gjitha organet e administratës shtetërore, duke filluar nga ministrit, drejtorit dhe entet e ndryshme. Duke folur për mundësinë që gjykata kushtetuese ka për prolongimin e ligjit për gjuhët, Ziberi tha: Apeli im është që gjykata kushtetuese mos merret me politikë, por të mbrojë kushtetutën. Që do të thotë, gjykata kushtetuese duhet të jetë në nivelin e detyrës që ja përcakton vetë kushtetuta. Në raportin vjetor të avokatit të popullit u veçua edhe shkelja e të drejtave të burgosurve, të cilët sipas Ziberit vuajnë dënimin me kushte mizore. Ziberi veçoi edhe atë se problem dhe luks për të burgosurit është edhe gjumi dhe mungesa e shtretërve. Ziberi tha se ankesa qytetarët kishin edhe për fatura të larta të energjisë elektrike.